një djali vogël 8 vjeçar dhe një kamarier që punonte pa u lodhur për të mbajtur familjen e tij. Askush nuk e mendonte se një mëngjes i thjesht në një restorant lagjeje do të shndërrohej në një mrekulli që do të ndryshonte jetën e një njeriu përgjithmonë. Ky nuk është thjesht një tregim për bamirësinë, por një dëshmi se si pafajësia e një fëmie mund të lëvizë malet dhe të mbledh mijëra njerëz rreth një kauze fisnike. Përgatituni për një histori që do t'ju përlot dhe do t'ju kthejë shpresën te njerëzimi. Para se të fillojmë, na tregoni në komente, a keni bërë ndonjëherë një vepër të mirë për një të huaj që ju ka mbetur në mendje? Le të fillojmë. Kazen Hunter, 8 vjeç, ka një ritual të përditshëm që përfshin ngrënien e mëngjesit në restorantin e tij të lagjes, Waffle House, në Little Rock, Arkansas. Ndonjëherë ai shkon me gjyshin e tij dhe herë të tjera me prindrit e vëllezërit e motrat. Me këto udhëtime, vjen edhe dreka e tij, i cila i shërben nga Devante Gardner, kamarieri i tij i preferuar. Ata u takuan për herë të parë rreth një vit më parë. Babai im filloi të shkonte dhe Kazen e shoqëronte. Kur kthehej në shtëpi, ai fliste për Devanten dhe se sa shumë e pëlqente atë. Sipas nënës së Kazenit, Victoria Hunter, e cila gjithashtu zbulon se familja zakonisht ha mëngjes së bashku gjatë fundjavave. Gardner ndjen të njëjtën gjë për të, sepse këtë pret me padurim. Gjithmonë i jap një high five kur ai hyn, thot Gardner për Today.com. Kazen zakonisht porosit vezë të rrahura me djath, pa buk, patate të skuqura, hash browns me djath sipër dhe një Arnold Palmer. Gardner e mban mend porosinë e zakonshme të Kazenit. Ai është një fëmijë i mrekullueshëm. Sa herë që hyn më tregon një barcalet duke thënë gjëra si: "Hey Devante, kam një barcalet për ty." Dhe para se ta kuptosh, ne të dy po qeshem. Hunter pohon se me kalimin e kohës, familja mësoi më shumë për Gardnerin, gruan e tij Aisha dhe 2 fëmijët e tyre, Amora, 2 vjeçare dhe Jade, 3 vjeçare. Siç vazhdon Hunter, ne kuptuam se Devante është vërtet një dritë në botë. Ndërsa filluam të udhëtonim gjithnjë më shumë dhe e takuam atë, ne përfundimisht filluam të uleshim gjithmonë në seksionin e tij. Ajo vazhdon. Ai ka gjithmonë një buzëqeshje në fytyrë dhe pyet: "Hello Kazen, si je?" Kazen zbuloi një ditë se Gardner ishte në një gjendje të tmerrshme, sepse banesa e mëparshme e familjes ishte plot me probleme dhe ai nuk kishte makinë për të shkuar në punë. Shkuam në një lagje me atardhura të ulta, sepse kishim nevojë të gjenim diçka me çmim të arsyeshëm, shpjegon Gardner. Thjesht u lodhëm një problemet me insektet, minjt dhe mykun e zi. Vajzat e mia kishin djerë të sëmura, mungesa e nxehtësisë dhe çështje të ngjashme. Na duhej të mshtuthej me 4 apo 5 batania kur ishte shumë ftohtë jashtë për të qëndruar ngrohtë. Gardner thot se kjo ishte thjesht e tmerrshme dhe shton se për 8 muajt e fundit ai dhe familja e tij kanë banuar në një motel. Duke e ditur këtë, Kazen mori vendimin të ndihmonte mikun e tij. Devante ec në apo gjen një çënd ta dërgoj në punë dhe unë do të hap një GoFundMe, më njoftoi ai kur erdhi në shtëpi, thot Hunter, duke shtuar se Kazen ishte i lutur asaj për një kohë para se më në fund ajo të pranonte. "O, në rregull, kjo është shumë e ëmbël", mendova. Është një lëvizje e mençur. Plani origjinal ishte të mblidhen mjaftueshëm para për të blerë një makinë për punonjësin e Waffle House-it. Gardner informoi familjen se ai kërkonte një të tillë, por planet duhet të shtyhen për shkak të vështirësive të tij me shtrehimin. Sepse moteli është aq i shtrenjtë, thot Hunter, me të vërtetë i kushtoi shumë. Kazen shpresonte të mblidhte mjaftueshëm para për Gardnerin, me ndihmën e nënës së tij. Ata publikuan GoFundMe me temën "Ndihmoni Devanten të marrë një makinë", me datë 18 shkurt. Përshkrimi i faqes së GoFundMe zbilon: "Përshëndetje, emri im është Kazen dhe jam 8 vjeç. Devante është një baba i përkushtuar i 2 vajzave të vogla, i cili ka edhe një grua. Ai udhëton për në punë çdo ditë në këmbë apo me makinën e dikujt tjetër, një punonjës i përkushtuar. Nëse kjo histori ju frymëzon, ju lutem bëni like videon dhe bëni subscribe në kanalin ton për të mos humbur asnjë histori tjetër të jashtëzakonshme." Familja Hunter dëshironte të vendoste familjen e Gardnerit në një shtëpi me qira të pastër. Kazen vazhdon duke shtuar se Gardner po kërkonte një makinë me çmim të arsyeshëm. Devante është ndër njerëzit më të lumtur dhe më optimist që keni takuar ndonjëherë. Ai gjithmonë dhuron buzëqeshjen më të madhe kur na mirëpret, vuri në dukje Kazen. Shpresoj që zemra juaj të jetë po aq e madhe sa e imja dhe të bashkoheni me mua në përpjekjen për ta bërë botën një vend më të mirë. Çdo gjë e vogël ndihmon.
Megjithse familja Hunter thot se GoFundMe fillimisht kishte një shumë të vogël, sapo më shumë njerëz ranë në kontakt me të, shuma dhe qëllimi u rritën në më shumë se $100,000 deri në momentin e publikimit. Sipas Kazen, është emocionuese. Nëna e tij ndërhyri për të thënë se fëmia e ka parë vëmendjen si paksa të tepërt. Ai ishte ende po ai fëmijë, deklaron Hunter. Ai tha, unë thjesht po përpiqesha të mblidhja $5,000 dhe i merrja atij atë mëngjes. Tani është bërë një tur me tërë. Nuk e kishim iden se kjo do të ndodhte për ne. Kjo është pjesa e çmendur, thot babai i Kazen Hunter për Today.com. E kuptoj, por qëllimi ishte $5,000 dhe njerëzit vazhduan të jepnin dhe të dononin, pa u menduar për objektivin. Gardner, i cili foli për Today.com gjatë pushimit të tij të mëngjesit në Wagle House, thot se përpjekjet e mikut të tij të vogël ishin vendimtare për ta bërë atë të nënshkruante një kontratë qiraje për një apartament me 2 dhoma. Jam gati të zhvendosem në apartamentin tim, thot Gardner. Jemi në gjendje të kemi diçka më të qëndrueshme. Shpresoj të marr një makinë familje ose një van minivan, por pjesën tjetër do ta kursej për fëmijët e mi, që vajzat e mia të ndjekin një shkollë të mirë dhe të jetojnë në një mjedis të mirë. Do ta kursej pjesën tjetër, thot Gardner. Çfarëdo që marr, kryesisht do të shkojë për vajzat e mia, në mënyrë që të sigurohem që ato të kenë jetë fantastike. Do të sigurohemi që të mos vuajmë më kurrë më. Pas mbledhjes së fondeve në Waffle House, kur Victoria Hunter bëri një foto të Gardnerit ende në punë, Gardner dhe familja Hunter thonë gjithashtu se sapo u takuan me njëri tjetrin. Ai është një të ri i gëzuar, ka një zemër flori dhe jam mirënjohës që hyri në jetën time, shton Gardner. Victoria Hunter thotë, mendoj se shumë njerëz humbasin shumë energji duke u ankuar për atë që nuk u pëlqen, por nëse thjesht qëndroni optimist, do të dini se përfundimisht dashuria dhe pozitiviteti do të fitojnë. Gjithmonë, e dini thënien, bëhu ndryshimi që dëshiron të shesh në botë, ne jemi të vetëdijshëm për potencialin ton si individ dhe për fëmijët tanë, vazhdon Cory Hunter. Dashuria është fakt emri i dytë i Kazenit. Të dy prindrit e Kazenit japin një absolutisht të mburëse në përgjigje të pyetjes nëse besojnë se djali i tyre nderon emrin e tij. E mira në komunitetin ton është e vazhdueshme dhe nuk mbaron kurrë. Si në një tjetër histori, një adoleshent mbledh $186,000 për të ndihmuar një punonjëse 81 vjeçare të Walmart të paguajë hipotekën e saj dhe të dalë në pension. Shumë njerëz në Shtetet e Bashkuara detyrohen të vazhdojnë punën shumë përtej moshës tradicionale të pensionit, vetëm që ato të mund të përballonin standardin e jetesës së tyre. Disa nga këta individ zgjedhin të vazhdojnë punën mbi moshën e pensionit sepse i mban të zënë. Megjithatë, të tjerë si Nola Carpenter, që është 81 vjeçe, vazhdoi të punonte sepse nuk kishte zgjedhje tjetër. Carpenter ka punuar në Walmart për 20 vitet e fundit, që është shumë përtej moshës në të cilën shumica njerëzve janë të kualifikuar për pension, vetëm që ajo të mund të përballonte pagesën e hipotekës së saj. Kur Devin Bonagura, 19 vjeç, vuri re se Carpenter duke i raskapitur kur ishte në dhomën e pushimit të biznesit, ai ndau një video të Carpenter në llogarinë e tij në TikTok me një tekst sipër që thoshte: "Jeta nuk duhet të jetë kaq e vështirë", së bashku me një emoji me fytyrë të trishtuar. Carpenter ishte një kolege e tij. Carpenter mund të shihet në video duke mbështetur kokën mbi një tavolinë të vogël, ndërsa duke i lodhur, ai është fokusuar shikimin e tij poshtë. Mbi shkrimi e videos thotë: "Ndihem tmerrsisht keq." Doli që edhe shumë njerëz të tjerë u ndian kështu dhe frymëzuan adoleshentin të hapje një GoFundMe që sa atëherë ka përfunduar. Në Shtetet e Bashkuara, individët mund të fillojnë të mbledhin përfitimet e pensionit të sigurimeve shoqërore në moshën 66 vjeç, nëse kanë lindur në ose më pas në vitin 1960, ose në moshën 67 vjeç, nëse kanë lindur para vitit 1960. Megjithatë, mosha e kualifikimit për përfitime të reduktuara për pension të parakohshëm është 62 vjeç. Shuma e parave që do të merrni nga sigurimet shoqërore përcaktohet pjesërisht nga numri i viteve që kontribonin në sistem si punonjës. Në janar 2023, të ardhurat mesatare të sigurimeve shoqërore parashikohen të jenë $1,827 në muaj. Megjithse kjo shumë parash sigurisht nuk është e parëndësishme, nuk është e mjaftueshme që një person të jetojë i vetëm, veçanërisht për ata që fitojnë më pak se shuma mesatare. Ju gjithashtu duhet të merrni parasysh primet e Medicare dhe çdo mbajtje tatimore që kërkohet të zbritet nga ajo totali. Kështu që nuk duhet të jetë çudi që ata mbi moshën 67 vjeç që nuk kanë kursime të mjaftueshme për të mbështetur veten në pension, duhet të vazhdojnë të jenë të punësuar. Rritja e kostos së jetesës ka një efekt te njerëzit e të gjitha moshave, veçanërisht te qytetarët e moshuar.
Kja punonjëse e moshuar e Walmartit është fatlume që faqeja GoFundMe u rit shpejt dhe mblodhi $110,000 në vetëm 24 orë nga ekzistenca e saj. Por kur Bonagura shkoi t'i ofronte parat Carpenterit, ajo shprehu vlerësimin e saj për ndihmën, por gjithashtu theksoi se do t'i duhej ende të punonte derisa të paguheshin $60,000 e mbetur të hipotekës së saj. Për shkak të kësaj, përdoruesit vendosën të duronin më shumë para për të siguruar pensionin e Carpenterit. Shuma totale e parave të duruara përmes fushatës GoFundMe ishte $186,000, që ishte më se mjaftueshme për të mbuluar balancën e mbetur në hipotekën e gruas. Gjyshja pohon se ajo zyrtarisht do t'i varë çizmet e saj të punës në fillim të vitit dhe se pensioni tani është në horizont për të. Para se të varë përfundimisht jelekun e saj, ajo dëshiron të sigurohet që të ketë qenë në ndihmë të bashkëpunëtorëve të saj gjatë sezonit të festave. Prekërt për Bonaguras, ai është vendosur në pushim administrativ në pagesë pasi filmoi brenda dyqanit dhe ngarkoi videon në TikTok. Edhe pse ai nuk ishte i punësuar në Walmart, ai punonte për një ofrues celular që drejtonte operacionit e tij të shitjes brenda dyqanit. Pavarësisht kësaj, Bonagura është beson se mori vendimin e duhur dhe po përqendron përpjekjet e tij plotësisht në sigurim që Carpenter të jetë në gjendje të dalë në pension. Është e jashtëzakonshme të shohësh se çfarë mund të arrijnë njerëzit kur bashkëpunojnë në një projekt. Pension të mbar Nola, shpresoi vërtet që të shijoni çdo sekond të tij. E po miq, ky është fundi i kësaj historie të jashtëzakonshme. Shpresojmë si gjithmonë të kemi fituar pëlqimin tuaj. Nëse ju pëlqeu, na jepni një like, na lini komentin tuaj të vlefshëm, shpërndajeni në rrjetet tuaja sociale, bëni subscribe në kanalin ton dhe aktivizoni zilen e njotimeve në mënyrë që të njoftoheni gjithmonë kur kemi një video të re dhe në këtë mënyrë të mos humbisni asnjë nga historitë tona. Për momentin, na mbetet vetëm të ju ftojmë të bashkoheni me ne në historinë e radhës.